nuk u kujtua shtetit ditë në shtunë. Policia e shtetit reagoj, shumë i bëri që reagoj, po policia e shtetit duhet të reagonte edhe për shumë situata të cilat kanë lidhje me policinë private në përgjithësi. U ndërtua një gardh i madh atje, jo vetëm kjo që thot zonja Lala, që është plazhi i rrethuar atje, po s'mund të jetë rëra e shpërndar me AMTP-n, me ligjin 7501, se në rast se ajo është tokë bujqësore, ai ta diskutojmë. Në rast ajo quhet tokë bujqësore. Dhe të tërë këto element duhem parë në atë kontratën e famshme që duhet ishte lidhur mes pronarit të tokës ose pronarit që pretendon se të investoj dhe punonësit të policisë private. Për të kaluar pasaj në thelbin e situatës, në rast se ka ndërhyrë prokuroria e posaçme me hetim pikërisht për atë territor që ne flasim që mund të zhvillohet, ta harrojmë se do kemi një projekt të miratuar. Është e pamundur të zhvillohet një pronë në rast se statusi juridik i saj është i dyshimt apo është nën hetim. E kuptoj. Do t'ju jap fjalën tani vetëm një kuriozitet nga Klodi dua, në bazë të informacionit që ju keni dhe në vimësi të kësaj që tha zoti Beçi për dokumentacionin ndoshta të padorzuar në kohë në policinë e Vlorës etj me radhë të policisë private. Pse u fajsua Vlora për çka ndodhi? Dhe ndryshimet që ndodhen atje. Pak tek rrethimi, është skandaloze ajo që ka ndodhur sepse ka një sëri institucionesh që do duhet ta kishin kontrolluar dhe vendosjen e rrethimit. Kush janë institucionet? Policia e Vlorës për shkak duhet të kishte reaguar më herët. Duhet patjetër të kishte marrë masa sepse nuk mund dot të bëhet rrethimi aty në momentin që bllokohet brezi i Rërës. Nuk e lejon ligji sepse Rëra nuk mund privatizohet. Pra plazhi është i gjithëve pavarësisht se mund zhvillohet zona. Që kur u vendos ai së dyti, gardi me gjëmbat duhet të kishte pasur reagim të menjëhershëm. Nga IMT-ja duhet të kishte vënë gjop, së dyti nga bashkia sepse duhet të kishte dhënë leje. Se tani bën ca punime në shtëpi të vjen menjëherë. Duhet të kishte administruar institucioni ta bllokon ose të dënon ose të merr policin, nuk e di. Kompani që ja hoqën licencat pasi ndodhi ngjarja sepse më përpara se aty është në kufit e heqjes së lirisë. Pra personi shkon deri në heqjet paligjshme të lirisë vepra penale. Tjetra, kemi një problematikë sa i përket sepse këtu harruam një detaj shumë interesant. Dhe me thënë drejtën më ka shqetësuar në gjithë këtë histori më shumë se çdo gjë tjetër. Ç'është? Kryetare e Bashkisë së Vlorës, zonja Mersini, ka bërë një udhtim në drejtim të Greqisë dhe ka takuar atje, ka patur një takim me disa banorë të Zvërnecit, ose më saktë me qytetarë që pretendojnë pronësinë mbi pronat të Zvërnec, por që jetojnë në Greqi. Tani deri më sot ne nuk kemi asnjë shpjegim nga qeveria shqiptare, por edhe nga vetë zonja Mersini, se përse ka shkuar zonja atje dhe çfarë ka tentuar ajo të bëjë atje. Pra, imagjinoni, flitet për një projekt. Kjo lidhet edhe me këtë luftën që ka nisur në emër të... Da ju ngrita shumë pikë pyetje, pra do të thotë qeveria shqiptare, tani qeveria shqiptare dhe mendoj vetë zoti Rama dhe do duhet... Sqarim për këtë, ajo ka shkuar me pretekstin e paqes për truajtje të marrëdhënieve paqësore, për shmangur konflikte sociale etj. Ashtu thotë zonja. Pra pasi ndodhi është deklarimi i zonjës. Po nuk ka lidhje me Greqinë, nuk ka shku për të... Jo, patjetër, po... Kjo i Greqisë më duket komplet kot fare s'ka lidhje, dhe është një... Jo, kjo ka një lidhje që ne nuk e... Nacionalizmin për të justifikuar pak. Po them gjë tjetër fare, nuk po e lidh me nacionalizmin. Atë po them dhe unë që nuk ka shkuar për këtë çështje. Jo, nuk e lidha me nacionalizmin, të lutem se dua të jem shumë korrekte. Atë po them dhe unë. Çfarë një projekt që pretendoi që do na sillte 4 miliard dollar apo euro, përfundon duke u negociuar nga një zonjë, pra duke folur me disa qytetarë që kanë të drejta mbi pronësinë. Nuk mund t'i zgjidh zonja kryetare e bashkisë, zoti Asimja. Çështjet e pronësisë, sipas asaj që është deklaruar, ka shkuar për t'i bindur që mos protestojnë. Ky ka qenë qëllimi. Është skandaloze, si mund t'i heqësh të drejtën një qytetari të protestoj për drejtën e vetë, për pronën e vetë. Drejtën se ai çdo të ka shkuar për t'i bindur. Kjo është skandaloze. Dhe pse u kthoi në drejtim të Greqisë? Sepse fare mirë mund të bëjë një konsultim publik lidhje me këtë çështje dhe të gjithë ata qytetarë që kishin dhe prandaj unë e cilësoj skandaloze, pa e lidhur me nacionalizmin fare. Patjetër. Dhe e fundit një fjali, edhe juve edhe zoti Asimi edhe pastaj publicitet se kam lidhur me Greqinë se po bëhet shumë zhurmë. Ka një fakt që ne nuk e njohim, sepse kështu ka qenë politika ndaj minoritetit që në kohën e Hoxhës, që Narta, që është një pjesë e kësaj zonës së mbrojtur, është një, po e quajmë, enklav e izoluar e banuar nga minoritet grek. Se unë kam qenë në Burg dhe kam pas nartjotët në Burg dhe nga kjo e kam mësuar dhe unë, sepse nuk e dija, Narta pra flisnin greqisht, janë grek, minoritar.
Dhe me siguri këta që përmend ti, me që aty duhet tjetë narta, që unë vetë nuk e kam parasysh nartën sa është harta, një pjesë atyre banorëve me siguri kërkojnë ndihmën e shtetit grek, sepse janë prekur edhe pronat e tyre. Ligjërisht është e zgjidhur zoti Lubonja, ju keni shumë Jo, po them si pse ndërhyn Greqia. Po për atë po them. Vetëm fakti që unë dëgjova në një media, dëgjova Unë e zgjerova më lidhur me Greqinë. Nga ana ligjore unë dëgjova në një media që personi që utëroi zvarr kishte dy shtetësime sa kuptova. Kishte edhe shtetësi shqiptare dhe shtetësi greke. Atëherë, siç duhet të ndodhë në një shtet të sigurt, në një shtet serioz, ai do interesohet për shtetasin e vet. Vetëm kaq. Është vetëm kaq. Pra Greqia interesohet për shtetasin e vet që ju dëgjoni këtu në. Jo, s'po kam interesin në zonë. Një kryetare bashkie që ka shkuar dhe i kërkon një qytetari tjetër mos protestojë. E kupton ku jemi? Pra normalisht protesta është një drejtë thelbësore dhe kushtetuese. Dhe e fundit dhe nuk do flas më, ka të bëjë me atë projektin që thot zoti Rama. Që? Mor zotrina është thënë që kemi që do na vinë 4 miliard dollar. Tani nga e kanë nxjerrë për këtë projekt, nga e kanë nxjerrë këtë shifrën kryeministri. Nuk ka një projekt thoni ju. Se ky thot tani sot që s'ka një projekt. Atëherë si arriti kryeministri në konkluzionin që projekti kushton kaq. Kushton 4 miliard ka nevojë me shifrat euro, dollar. E kupton se kjo është ky është një mashtrim i madh që zoti Rama për te atyre problematikave që për mua thelbi fillonte tjetërsimi pronës. Gjithë kjo histori ka të bëjë me tjetërsimin e pronës dhe me paratë e pista. Dhe me ata aksionerët në offshore. Do të shkojnë në publicitet, lutem të jap fjalën pak zotit Asimja. Patjetër. Greqia, roli i saj. Gjithë mbrojtje është për shtetin e vet. Unë kam përshtypjen që kjo lloj ngritje kështu me Greqinë, Greqia mund ta bëjë, mund të ketë detyrimin e vet, meqense ka një minoritet grek aty dhe mund të aktivizohet automatikisht. Reagimi i Shqipërisë pasaj këtu i Ramës më saktësisht, jo i Shqipërisë, shqiptarët s'e kanë marrë shumë me atë gjë pastaj, ata që ishin protesti ose jo herë. Reagimi pastaj është i tepërt, është një lloj përpjekje për të lëshuar kështu, si thosh, shashka në një farë mënyrë për ta trajtuar si po ju mbron Greqia, gjetët ju t'ju mbroj Greqia. Rama e ka përdorur. Gazetat janë hapur me kauzën tuaj, gazetat greke, ka pra. Pikërisht pra. Në këtë rast është që thotë zoti Lubonja, si tha Greqia shteti shqiptar ta tërheqë atë ashtu, Në këtë rast është Rama që ka interes që konflikti të interpretohet pasaj si diçka që ka lidhje me Greqinë, se futet elementi nacionalist, shqiptarët pasaj një pjesë mund të aktivizohen, mund preke nga kjo etj. Plus ajo ideja pastaj shikon se Greqia ka interes që këtu mos zhvillohet etj. Ka aq shumë turizëm në Greqi sa edhe sikur të jenë 10 Shqipëri dhe të bëhen të gjitha të mrekullueshme, nuk ja prekin turizmin Greqisë, me thënë vërtet. Pra nuk është kjo thoni ju. Absolutisht jo. Nuk e besoj fare. Për të mbrojtur indirekt le të themi turizmin grek. Kjo klima nuk na jep fare imazh pozitive dhe me këtë jam shumë dakord unë dhe problemi kryesor që ka aktualisht Rama është sepse është duke futur në një situatë problematike edhe kushnerin vetë, në cilit ai ka dhe sikletin kryesor. Sepse në fakt tani do fillojnë të shkruajnë edhe gazetat, do fillojnë edhe amerikane, gazetat mediat amerikane që të shkruajnë që shiko, ka ndodhur ky lloj problemi dhe është përfshirë në këtë lloj situate. Domethënë, dhe ky është një kosto tani që Rama është duke ja dhënë pa të drejtë, me thënë vërtetën, dhe edhe Kushneri. Pse? Sepse në fundit gjithë kjo histori do kishte qenë shumë e lehtësisht e menaxhueshme, nëse do kishte pas eventualisht pasaj ose interesa të errta anonime nga ato që s'dalin sipërfaqe offshore etj. Do kishte qenë shumë e thjeshtë, ose gjithçka është normale, është e pastër, është legale, i ndjek të gjitha procedurat që bën transparencë, bën konsultimet me komunitetin, merr gjithë ato lejet e institucioneve për katse që do të marrë, se është një listë e gjatë për të marrë natyrisht, dhe pastaj gjithçka është e thjeshtë. Nuk ishte nevojshme më bë. Nga vetë mënyra se si janë bërë gjërat, ty edhe sikur tjetë rasti më i pastër në botë, ty automatikisht të lindi dyshime që ka diçka që nuk shkon aty. Aq më tepër pastaj kur fillojnë edhe përmenden edhe emra, si ato që përmendi Klodi më përpara, që pastaj ti fillon edhe kupton ose procedurat për shkak për çështjen e blerjeve, shitjeve tokës,